Hej, nëse jeri në këtë kanal, unë jam Romi. Pas disa lëvizjesh, unë dhe familja ime aktualisht ndodhemi në Tiranë. Në këtë epizod nga jeta jonë, shkojmë të vizitojmë për herë të parë qerdhen e Batos, një kafe shpejt me Hekrin dhe provojmë bashkë një porosit të madhe që bëra online. Shpresoj t'ju pëlqej. Çfarë ka Bato? Mama. Mama? Po, mama është aty. Mama? Po, baba? Mirëmëngjes. Jemi këtu duke shkuar në takimin e parë të qerdhes së Batos dhe pritëm pak sa të shërojë siç duhet. Dhe shpresoj që t'i kem vendosur mirë këto settings të kësaj kamere, sepse në vlogun e fundit isha shumë e zhgënjur se si i kisha vendosur. Kisha bërë disa gabime, kam përshtypjen, nuk e di dhe u mërzita, por të shohim si do shkojmë me këtë vlogun. Sot do jetë vetëm një si tip prezantimi, do shohim edhe dokumentat që na duhen. Na uroni shumë fat, sepse kemi më shumë merak të adaptimin, duke qenë se dështuam herën e parë. Hola, Hacker. Si je? Yeah. Na ftoi Hekri për kafe, po është zyrës vetmi që le të themi zyra e Hekrit është mes qerdhes së Batos edhe shtëpisë. Mirë, nuk është se shkoj keq. Duhet të bëj disa dokumenta dhe duhet të shkojmë te konsultorit, ja hapim një si tip dosje Batos aty, të sjellim vaksina që ka bërë Bato. Jam duke gjetë letrën, by the way. Dhe gjithashtu duhet të bëjmë një analizë të feqes, siç e patëm bërë edhe kur e quam tek qerdhja tjetër. Po këtë tani duhet ta çojmë te konsultori, regjistrojmë aty, regjistrojmë vaksinat e kështu me radhë. Le të themi që qerdhja kishte kushte shumë të mira, Hekri kishte të drejtë sepse ka qenë vetëm Hekri te kjo qerdhje, unë nuk kam qenë asnjëherë. Dhe ishte realisht shumë wow, çdo gjë ishte wow, në sensin wow për Shqipërinë se okay, e mira s'ka fund, por që në krahasim edhe me qerdhet e tjera private që kam parë, kishte obor, hapësira të mëdha, lodra, gjelbërim. Më pëlqeu shumë. Gjithashtu bëra edhe një video të ushqimit, pash dhe pak dhe kushtet, ndërkohë që nuk ishte njëri aty dhe po rria kështu nga larg, po shikoja pak, po së di, po më pëlqen. Edhe drejtoresha ishte shumë e komunikueshme dhe dashur. Tani do shohim si do përshtatet Bato me pak fjalë. Mirë, kjo ishte si ditë introduction, kështu që do shohim ditët e tjera si të shkojnë.
Unë ndërkohë vura të bëj një supë me pul fshati dhe me perime për batolino. Këto janë... Largojmë një herë. Tadam! Këto janë disa lule që më kanë sjell. Janë disa buqeta që më kanë sjell për 8 marsin. Dhe kthehemi tek gjë e rëndësishme, tek unboxing. Dje gjithashtu kemi qenë tek liçeni, po ju le këto xhirimet që kam bërë të shihni. Cheers! Me frappe këtu të liçeni, ndërkohë që Batosh duke fjetur. Rio po tërbon gjithë vendin dhe muzika është on top. Jemi këtu te fushat e tenisit dhe gjithmonë atmosfera të dielën këtu është shumë e bukur. Kështu që ndoshta do shihemi dhe ndonjë të diel bashkë këtu. Okej, jam akoma mes masash, pra shpeshherë i marr së, ndonjëherë mund të marr diçka pak më të madhe, por që nuk arrita do të blija asgjë, sepse ca gjëra që kisha parë online nuk ishin, gjithashtu ca gjëra që më pëlqyen ishin si të grisme, si të pista. Ketë parasysh si bëhet Zara kur shkojnë që të marrin gjëra atje. So, tash më mirë po i porosis online, kam shumë vite. Dhe ju mund ta keni parë në YouTube që nuk bëj kështu haul kaq të madh të Zarës, sepse vitet e fundit kam evituar të blej shumë gjëra, por kisha nevojë të drejtën për të blerë ca gjëra dhe më pëlqyen online, se live nuk e di pse, nuk është se më pëlqyen shumë. Nuk e di, shkova te dyqani këtu dhe isha kështu asgjë, nuk e di. Tani të shpresoj t'ja ka vjetur online. Okej. Këtë e kam provuar dhe live dhe mund të them që është shumë e bukur. Unë i them këtij fund mirëditoresh, sepse keni parasysh nënat tona që veshin veshjet mirëditore, me atë fundin e bardhë me pala, pambukun e bukur. Dhe kjo është një gjë që më kujton shumë ato. Dhe kjo ka 2 shtresa, është 100% pambuk. Më pëlqen shumë, them drejtën, rrin shumë bukur. Kam marrë masën S. Këtë e kam provuar dhe atje në dyqan dhe më pëlqeu shumë. E thash 5 herë. Kam marrë këtë bluzën që nuk e kam provuar. E pash online dhe thash, okej, është në ngjyrë si tip bordeaux, si tip vere. Ka një material të trikotuar të holl dhe më duk perfekt për pranverë me xhaketa. Shkoka dhe me fundin shumë. Pastaj kam marrë këtë si bluzë ngjyrë ulliri, me këtë si cep dhe shpatull të rënë. Këtë e kam marrë në mas S. Pastaj kam marrë këto si tip streqesh, palestre, me këtë vizën këtu, po faktikisht materialin e pas kanë shumë të mirë, nuk që e kanë si material sintetik i palestres. Këto i kam marrë në mas M dhe më pëlqeu kjo viza e bardh, bold, dhe këtu e si navy blue, është si ngjyra e blu e errët. E di kur del me Baton, nuk e di e çon në qerdhe, ose del tek liçeni, ose del me Rion dhe me Baton prap te liçeni. Kam bler këto jeanset si të drejta, ngjyrë blu, dhe këto i kam marrë në mas 38, sepse kam përshtypjen që janë si të drejta dhe nuk e dija nëse 36 mund të më binte fikse, se të Zara jeanset i kam gjithmonë me pikë pyetje tani në këtë fazë. Janë disa që janë 36, shumë të gjëra që mbin shumë të mëdhaja, ka pastaj 36 që mbin vogla, nuk e di, varet nga prerja. Për këto isha shumë kurioze, kam marrë këto pantallonat e bardha, sepse sigurisht dua një palë pantallonat bardha kur do herë. Dhe këtu i kam marrë numër 36-ta. Kisha merakun e copër se i doja të plota, nuk e dija do jenë transparente apo jo. Këto nuk i kam parë në dyqan. Dhe
Duken shumë bukura. Do shohim edhe për këto. Kam marrë këto këpucët lëkure të bardha, shumë të bardha. Digjet pak. Do t'i tregoj nga larg. Sepse është, ja, tani mund t'i shihni, me maj katrore dhe kanë këtë si prerje cut-out, janë lëkur, taka është 8 cm qendrore, praktike dhe më pëlqyen shumë. Këto i pata parë para një muaji tek Zara dhe nuk i provova, nuk i bleva, nuk e di pse dhe u pendova shumë dhe po e fus njërë në këmbë. O zotër, i kam shumë bukur! Bukur! Ua, i kam shumë bukur, shumë bukur, shumë bukur! Entuziasmi për këpucët është diçka. Këto ishin lëkur, një faktor tjetër pozitiv, se keni kuptuar që unë po si ishin lëkura nuk i blej këpucët, pjesën më të madhe të rasteve, dhe i dua, më pëlqejnë shumë, I love them. I lëm këtu, pastaj, usqyubato më duket. Kam marrë një palë tjetër këpuc me tak të vogël, kështu. Kanë të takën që nuk ngec shumë në përgjëra, se gjitha me tak shumë të vogël, por të trash. Kështu që mendova për t'i veshur poshtë xhinseve, pantallonave që duket vetëm marja ose kjo pjesa si T, që është elegante. Pastaj, pakoja e dytë. Është ky fustan i zi që e kam provuar dhe rrin shumë bukur. Kështu nuk duket ndonjë wow, por i veshur rrin realisht shumë bukur. E kam marrë në masë. Dhe pastaj kam marrë këtë fustanin sërish, edhe këtë e kam provuar dhe më duk pak ngjyrë ndryshe nga ngjyra që unë vesh, edhe më duk i lezetshëm. Edhe këtë e kam marrë në masë, ka këtë prerjen me pjesën e shtatit pak më të gjatë, siç ka dalë tani në modë. Dhe e fundit kam marrë këtë bluzën e pambukut, si cardigan. Kështu. Kjo bluza kishte edhe 2 ngjyra të tjera, por unë mendova të marrë këtë se më duk pak më e veçantë. Më kujto ka pak si ato perëndit greke. Sigurisht jo me këtë fundin, por nuk qika e keqe, qika e veçantë, shumë e veçantë. Okej. Edhe kjo që ka e lezetshme, më pëlqejnë këto pullat, janë si pearl. Ka një fije këtu që duhet hequr, po s'ka rob Zara pa fije. Okej, thjesht, bazike, mund të kombinohet me shumë ngjyra. Një princesh. Nuk e di a duket sa i bukur është ky fustani, por që më pëlqen shumë. Është momenti i këtij fundit. E vesha me këtë bluzën, thjesht për të dukur, por poshtë kam geta të zeza, nga që kam pasur fundin tjetër veshur. Shumë i bukur. Është momenti i xhinseve. Kam dhe geta poshtë, por xhinset që kanë shumë të bukura. Usqyubato.
Do ikim te qerdhja. Do kënaqemi. Nuk arrita do të provoj streqet, po me batolinën ka dëshirë pak për përqafim, por nuk është gjë, por nuk ka problem, do kemi mundësi t'ja u tregoj dhe ato sërish. Kaq, ne do shihemi sërish në vlogjet e ardhshme, mos harroni të na bëni subscribe, të na suportoni me komentet, me like, me share. Ju përshëndesim.